Pyet kjo motra, thot baba em s'po ma don mbulesën sa herë që më sheh, po më thot diçka, domethënë po më kritikon edhe e nënçmon. Motër dush me ba sabër, babe ki. Po marrë parasysh çka do që të flet babe ki, por një sen ta kesh parasysh për mos me leju që ai më nervozu dhe me dal në pa kontroll vetvetes, me hub kontrollin gjatë këtyne fjalëve, kritikave që ti ban, mundohu më përvjedh dhe më largu sa më shumë. Kur të hyn te shtëpia përderisa s'ke njerëz të huaj, heke mbulesën në pranitë të tij. Domethënë normal në shtëpi s'ke nevojë me marrë mbulesën përderisa nuk ka meshkuj të huaj aty në familje. Qëllimi është që ti mos mu dërzu, sepse e ke obligim mbulesën. Nga ana tjetër, sa të mundesh, mos me qit babën në pozitat palakmueshme edhe me, si me thonë, vetë ti mu bë sebeb ai me të ofendu. Pra ti mu bë sebeb që ai me zbut situatën, pastaj ti nuk të lejohet asëse me i thonë në fjalë të keqe, me i thonë për shembull ti pa iman, ti pa din, ti ki me shku në xhehenem me këto sjellje tua. Jo, këto nuk lejohen, veç ban sabër, e më shelgojnë thë astaghfirullah o zot fale, o zot uzoje, sepse e ki babë, edhe ki obligim që ta respektash. Nëse s'mun e da shumë me zemër, bile s'paku me gjestet e jashtme, me fjalët e jashtme, mos trego pakënaqësi ndaj tij. Kështu është jeta, me sfida, me sprova, dikush me babën, dikush me bashortin, dikush me vllahun, dikush me dikant tjetër. E rëndësishme që gjithë secili prej neve kemi sfida. Po ti përderisa i bën sabër këtyne sfidave dhe shpifjeve të babës, atër kime pas ma shumë se vallë të Allahu Gjelleshanu. Pra merë si një mirësi që me të ngrit gradat për mes kësaj sprove. Allahu të forcoft.